Opozitarja Bashkimi Demokratik për Integrim e konsideron skandalos qëndrimin e avokatit të popullit për provimin e jurisprudencës, duke cilësuar atë dhe në kundërshtim me të drejtat e garantuara me ligj dhe kushtetutë. Deputeti Ilir Hasani theksoi se është e papranueshme që përdorimi i gjuhës shqipe në provimet shtetërore të kushtëzohet me kërkesë të kandidatëve. Po ashtu tentimi që kjo çështje të argëtohet me nevojën për harmonizim me ligje tjera, njësoj është i pabazë me ligji për përdorimin e gjuhëve i rregullon këto çështje dhe obligon institucionet për zbatim të drejtë për drejtë. Problemi nuk qëndron te ligjet, të nderuar qytetar, problemi qëndron te mungesa e vullnetit për zbatimin e tyre në praktikë. Ky reagim vjen pasi avokati i popullit Faton Selami ka propozuar qeverisë që me kërkesë të studentëve provimi i jurisprudencës, noterisë dhe përmbarimit të mund të jepet edhe në gjuhën shqipe. Të pyetur për reagimin e BDI-s, nga zyra e avokatit të popullit thanë se nuk komentojnë qëndrimet të partive. Avokati i popullit në asnjë mënyrë nuk ndërhyn në komentimin e qëndrimeve të partive politike për çfarëdo çështjeje, përndryshe respekton dhe në asnjë mënyrë nuk e konteston të drejtën e partive politike dhe përfaqësuesve të tyre për të dhënë komente mbi çështje me interes të përgjithshëm, si dhe për të komentuar punën e avokatit të popullit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian në emër të studentëve ka dorëzuar në kuvent rezolutë që synon zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhave në provimin e jurisprudencës. Ajo mban nënshkrimet e të gjithë deputetëve shqiptar të opozitës, ndërsa u bëhet thirrje edhe deputetëve të shumicës dhe të gjitha partive. Për këtë, eksponentë nga Vren kanë deklaruar se çështja nuk zgjidhet me rezoluta, por me zgjidhje ligjore për të cilat pohojnë se po punojnë.